Sapo ka mbritur në selinë e Partisë Demokratike, lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha, i pritur në mënyrë entuziaste nga dhjetra njerëz që janë mbledhur tashmë në oborrin e selisë së Partisë Demokratike në pritje për të nisur prej andej në drejtim të kryeministrisë, siç ka ndodhur zakonisht në protestat kombëtare ku një pjesë e madhe e njerëzve mblidhen në bulevard, një pjesë tjetër preferon të qëndrojnë në selinë e Partisë Demokratike për të nisur prej andej pastaj. Atëherë ne rikthehemi në hapësirën publicitare dhe vetëm pas pak do të rikthehemi për të transmetuar drejt për drejt